Rikthehemi pra në studion e Radio Dukazhinit, tashmë kemi presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi në studio. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë pavarësisht angazhimeve di që i ke të mëdha, po faleminderit shumë që ke gjetë kohë. S'ka përse dhe jam shumë i kënaqur që jam këtu sot me juve. Sigurisht njerëzit fokusin le të themi e kanë te kjo ngjarje e madhe e lojrave mesdhetare Prishtina 2030 që i çdosh me qenë edhe fokus i krejt Kosovës për me mundu me nxjerr më të mirën. Ku jemi realisht në këto momente? Po e the shumë mirë, fokusi është i krejt Kosovës, krejt kombit tonë, sepse lojrat mesdhetare është një interes kombëtar që kemi pas fatin që kemi marrë dhe besoj që duhet ta çojmë në nivelin më të mirë që duhet. Edhe nëse pyet ku jemi, ndoshta keni pas mbledhjen e parë të bordit të komitetit organizativ, që është tash edhe me ligj, sepse e dini që para një viti ligji pa të shkuar në gjykatën kushtetuese dhe prej atëherë nuk kemi mujtë me formu tamam organizatën, domethënë komitetin organizativ të lojrave mesdhetare. Me sa e di aty ka qenë problematikë sa ka shkuar pako, nuk ka qenë vetë pako, kush s'ka qenë kundër lojrave, më ka qenë pako. Ne për mi pështu lojra që atë kohë kemi bërë një komitet organizativ me marrëveshje normal gjithmonë me komitetin e lojrave mesdhetare. Aty kam qenë president dhe kemi qenë 7 anëtarë në atë bord, ka qenë bord jo i madh, si tash që jemi 13. Sa për me funksionu? Sa me funksionu, mirë po, beso që me 7 anëtarë kemi punu dhe kemi kry punë shumë të mëdha. Ato punë më të rëndësishme që është dashur me kry, ne kemi kry, siç është për shemb masterplani, që është bërë për një kompani shumë serioze, një kompani shumë gjigante sportive, që ka marrë pjesë në organizimin e lojrave më të mëdha si në Paris, në Tokyo, në London, domethënë lojrat olimpike, çaj kalibri njerëzve, ekspertave i kanë bërë dhe masterplanin e lojrave mesdhetare për Prishtina 2030. Kështu që kemi tash një temi sistemin e Bibël, Kur'an, këti kemi çaty. Se ajo neve na tregon tash se çka do të bëjmë, çka kemi nevojë, çka do të më ndërtu, çka do të më renovu. Krejt aty është përfshirë me financa, me sa persona do të mu involvu në organizim, sa vullnetarë, sa punojnë stri, e krejt. Kështu që kemi qenë ide shumë të madhe, tash do të vishë punojmë. Kjo përpos aspekti sportive ka impaktin edhe ekonomik të madh. Padyshim. Sa në besoj bëhet fjalë për mirat punësuar vetëm gjatë kësaj kohe sa do të jetë organizuar Prishtina 2030. Para afërsisht diku rreth 800 punëtorë kanë qenë punësuar, edhe diku rreth 3000 vullnetarë. Është një numër shumë i madh që pakta s'mund të bëj. Plus impakti tjetër ekonomik, fakti që aty të vinë shtetet numër të madh që frekuentojnë Kosovën ato ditë. Po ndalim e pak për dëgjues te mbledhja që u mbajt tash Rishtazi, e pam që kryeministri Albin Kurti e udhëhoqi. Si thash, me lehtëri Albin Kurti është kryetari i komitetit organizativ. Do të thotë ka qenë prej fillimit, me qenë se që thash prapë në ligjin nuk kemi pas deri tash, unë kam vazhduar si kryetar, unë kam qenë deri tash kryetar. Pardje kur ke mbledhja ja dorëzova zyrtarisht detyrën. E kam marrë detyrë shumë të madhe, nuk është punë e lehtë hiç, e di vetë se kam qenë aty. Çdo herë sa afrohen lojrat mbledhjet shtohen. Besoj që duhet me pas paktën një herë në javë një mbledhje. Te kjo e fundit, çka u diskutuar realisht? Kjo ka qenë më shumë informuese dhe themi kështu njoftuese për anëtarët e ri, edhe secili ka pas fjalëm aty, Albin Kurti, ministri, kryetari i komunës përpara Rama, kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar, edhe me zëvendës ministri i Shqipërisë, sportit, secili ka folur për rëndësinë e lojrave mesdhetare që e dimë gjithë, edhe këtë jemi të një mendimi se këto lojra janë interes kombëtar edhe do t'i çojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe mira është që jemi dy kombet shqiptare të përfshijmë këtë proces. Edhe Fidel Ylli i Komitetit Olimpik Shqiptar, edhe ata asistojnë gjatë zhvillimit të lojrave mesdhetare pasi një pjesë do zhvillohet edhe atje. Për sportin e lundrimit. Për sportin e lundrimit. Durrësi është një përkrahje shumë e madhe sepse ne nuk kemi mujtë me marr lojrat pa pas detin. E ne kemi thyer edhe atë barierën qindra vjeçare, do të thotë 1959-s, shtetet të cilat nuk kanë det, nuk kanë mujtë me organizuar lojra, ne jemi të parë, ne kemi thyer akun, ne kemi ndruar statutin e ICMG-s edhe sot do të thotë e kemi faqe që kemi lojrat mesdhetare në Prishtinë. Kjo është një ëndër që ka më mojtë me anë shumë, na jem, është diçka që unë po më vjen shumë mirë që
ka të shkoj dikun që takona me njerë qytetarë të rëndëmt, krejt pysin. Po dhe se është... Krejt në pysin, është e pabesueshme sa... E kanë kupturën sine, kjo po pëlqen, edhe vërtet është shumë e rëndësishme. Nuk kena pas ngjarje më të madhe. Nuk kemi pas ngjarje më të madhe. Është sfida më e madhe që kemi në organizim. Janë diku rreth 28 sporte. Janë 26 shtete nga 3 kontinentet. Do të thotë është një garë shumë e madhe. Dhe një aktivitet shumë i madh. Tash e kemi në Taranto. Taranto shkojmë prej 19-it, jemi atje deri me 4 shtator. Edhe atje kemi shkuar një numër shumë i madh nga Kosova, si sportist, si staff, si antar të bordit, antar të komitetit organizativ, nga ministria, qeveria, komuna, do të thotë gjithë jemi atje se duhet me pa më afër, edhe me kështu tash me thonë me synin e çka kem nevojë me pa atje, se ne kemi qenë në organizime tjera në Algjeri, në për vende tjera ku janë marrë lojra mesdar, mirë po kemi këshyr kështu pak më lehtë se jo në atë kuptimin se çka duhet me pa të keqen dhe të mirën prej organizimit. Në Taranto duhet më fokusu me pa krejt. Edhe gabimet e tyre që na mas mi përsërit, po dhe të mina që na... Edhe është testi fundit. Po, edhe testi fundit. Aty e marrëm edhe flamurin, edhe flamurin që e bim Kosovë, për që besoj që kena kalumire, veçantë. E përmendën një detaj shumë interesant, për me kuptu rëndësinë e lojrave mesdhetare, thotë që një ngjarje si kjo mundet me të ardhur eventualisht një herë në 50 vjet. 30 dhe në 50 vjet. Po. Pse ndodh kjo? Se ka shumë shtete? Ka shumë shtete dhe është lobim shumë i madh. Ka konkurrencë shumë të madhe. Ne për shembull kur kemi konkurruar me lojrat mesdhetare, kemi pas s'po dia mu qela çfarë kriza dhe çfarë presioni kemi pas. Ja, diçka kallëza. Lërsa nuk është momenti, po ka marrë koha kur kemi tregu krejt cila shtete kemi bu marrëveshje si përmeni me emën që mu largu prej konkurrencës më na lën neve, sepse po t'i shkon edhe një shtet vetëm me qu aplikimin u kanë pa mundu me mona e lojra, se s'kishë mujt me ndru ligj amandamentin, domethënë statutin e lojra mesdhetare, që me thonë se ti nëse thu e propozon me ndru statutin për çka s'kem ditë, që ku ki shtetin tjetër që ka deti, i plotson kushte, pse pendrojmë s'u ndru që sa vjet. Kështu që ne kemi bërë këtë lobim, po do të me shkruaj libër për këta, edhe duhet ma vonë dalin këtë shumë interesante, është këtë sfidat që kemi kalu, për çfarë sfida, sa herë jemi ra për tokë, kemi thonë s'mujna mi marë, se pështirë, sa kemi lëbu pra seminal, jemi shku apet nalt, apet jemi ra poshtë, apet jemi shku nalt, apet dikush në ka pengu, apet lobime, fjallë, ultime, të më shefta, shkatje, gjithë shka kemi bo për i marrë të lojra. Pak po të regoj që une si president normal dhe gjithë ata që kam punu në këtë drejtim e kanë vështirë, sepse e dim që kemi hek. Besoj se e kom përmenë edhe në disa emisionet tjera, më thonë dikush tash ktheu prej fillimit, jo që s'kisha pas qef, jo, se normal për vendin tem bëjt gjithë shka, po s'kisha pas as fuqimo, se shumë e ranë. Shpenzor, nuk e di që isha met, s'kisha mujt. Se shumë, se herë kum pas, hajde e lajmë se s'po bën, shumë rënë. Thera, jo s'ban, jo kjo problem, jo Kosova, jo asa rrezikshmëria, kështu, gjithë shka kemi pakalu, krejt ne kemi kry këto sene. Po në matë madhe kër e kena bo që na, interesant jena shteti vogël, po i bojmë do sene të parë, gjithë të parë. Kreativ. Edhe ish momenti qysh me bindë ata që Kosova është e mirë, qysh me bindë që Kosovë nuk ka rrezik, se halat me reshën shumica e kryetarëve të shteteve të ndryshme që Kosovë luftë, u kanë luftë, më ka rrezik, kam nu që njerëz dalin me kallashën në rrugë, ku më shka menu. Edhe na çka me bo, e shtenëm me bo mbledhjen e parë të bordit ICMG-s në Prishtinë. Se zakonisht se kanë bo, gjithë e kanë bo në Greqi ose në Itali, që kanë qenë vende ku kanë pas zyrë, ku kanë bo, jo jashtë shtetit. Hajde mu vërtetu tash. Edhe na kejt e bënëm ato shpenzim, na i pagum këtë ato shpenzim marë ata këtu, vetëm me pa këtu, por na nuk i thamë që kjo ish hala nuk e dishën ata, na ishëm lobim. Hala s'dishën apo bojmë kandidaturën, apo qojmë kandidaturën për lojra mesdhetare. Erdhën Kosovë, u mahnetën, dollën shtetetën, e pan krejt qytetin, është një rast ku gruaja një mas të përmeni emrin një antarit bordit dhe erdhë me burin e vetë to, edhe ishtë dalë për qytet vetë,
i shku në Kafiqa. Edhe se ka besu që mund me dalë në Kosovë, qashtu e ka pas informacionin e gabum. Për shtetit grek, për shembull, një gruaja e bashkësekretarit, tash që vinë në stop, tash për përmeni, vinë në stop Kosovë, me familje vjen në Kosovë, se ka pas që këtu është ma sigur se edhe vend vetë. Po, atëherë ka menu që po vi burri vetë kur ka ardhë, ka thonë ki kujdes, se informatë e gabum, informatë e këshie kam pas gjithmonë. E çka du me bo tash nana jem? Na përmes sportit e kemë mënyrë më të mirë me promovu vendin. Imazhi. Po, edhe çka na ka neve na ka çuar tash në nivel tjetër, është kjo informata e fundit që Kosova u shpall si vendi më i sigurt në Evropë, i dytë në botë sene. Unë këta pe përdori shumë herë në për vendi ku përshkoj, pjau që esë pëllëm lezohe, jo për neve. Mos unë beson mu, që ako e ki faktin? Besoj faktin e ekspertave ndërkombëtar, jo Kosovës dhe shqiptarëve, edhe po mahnitën. Edhe kjo para bën neve tashmëri, tash për shembull numri me koncertin Dua Lipës u rreth shumë më i madh, pe shumë shtete pat musafer. Shumë. Se tri tash din me këshyr. Dojmë shku dikon e hulumtojnë. Google kush është ky shtet, akuzojmë shku, çka do të më bëu, për çka do të më rujt, për kujt do të më rujt. Normal. Edhe tash paramendoj një impakt si ky i sportit edhe i muzikës për shembull kur kthejnë ata njerëz, tash paramendojte sa njerëz do shpërndajnë këtë punën e Kosovës, që është vani sigurt, vani mirë. Po. Kështu përmirësohet, Po. Një çështje shumë e rëndësishme president është edhe çështja e stadiumit nacional, është përmend kohëve të fundit prapë. A ka diçka të re në këtë drejtim ose a dihen lokacionet ose është diskutu diçka më konkrete. Pasi është shumë e nevojshme edhe për hapjen e lojrave me zotëtar. Padyshim që neve na vjen stadioni kombëtar, edhe për lojra normal, po edhe si shtet na vjen një stadion kombëtar, se na e kem tash ekipën e Kosovës, një ekip shumë profesionale, shumë të mirë, edhe dita ai po rritet numri i tyre, po vijnë 3 eksperta të futbollit shqiptar Kosovës që kanë migruar atje, po luajnë për vende të mëdha të botës, Evropës, e gjithë botës. Edhe besoj që në tarmën Kosova dhe ka mu kualifiku në Evropian apo botror. Se tash i shumë afër. E prekëm po veç na iki për dorë, sa dhe në të shiti, se kur peshku se kire hap mirë. Kështu që neve na vjen në stadion kombëtar për futboll mas pari, po gjithçysh po lojra mesatare, sepse hapja solemne, mbyllja solemne do të më bëjë çat stadion. Të paktën do më pas 25.000 ulse. Ne kemi lobu në ICMG, Komitetin Olimpik Kosovës, që mas me qërë numërin ma shumë se sa 25.000 ulse, se nuk kem nevoj ma shumë se 25.000 ulse, se tani edhe dhe mi mbajtja është e shtrajt, për një herë e krym, na mujna edhe pak do karika ullë, ndim se që me rritë numërin dyshysh me abo, në hapje solemne, mirë për ma ndena 25.000 ulse mi aftojnë, edhe është mi mbajtja ma e letë është mi mbajtja. A është diskutu ma detajisht në sanë? Ka propozime ndryshme, po pa u formu që OCMG-a që themi, do më Komiteti i Organizativ i lojrave mesatare, që tash veç fillu me mlidhen e parë, tash qenin temat në bazë master planit, nevojave, i qesëm temat, i qesëm pikat të rendit ditës, çka duhet, edhe vendosëm, nuk ka problem, ku të vendosim, Kosova është e vogël, ku të vendosin nuk është problem. Si bjen kja qëkor kërkoj? Po jo, si bjen. Ka qenë njëherë një propozim të Slatin aty për mi që është ajo aty. Aty ka qenë një vend shumë i mirë. Komuna Prishtinë pa të propozuar në Bërnic. Po flitet që dikun edhe të Prishtina Mall është një farë vendi, dikun mrapa. Kështu që tri këto vendit janë të mira, ku të vendosin, ku farë problemi s'ka. A jemi vonë, president, me bindjen tonë? Nëse fillojmë me njëherë, nuk jemi vonë. Po nuk jem nevojë me rreziku, se thash, Kosova është eksperiment. Jemi shtet i ri. Na do të me bu mami sekret. Mujna me bu. Kemi mundësi. Unë e di se mikpitja shqiptarë është shumë e mirë. Edhe kemi në gjak mikpitjen, edhe unë e di që kretë ka mundi mirë. Kretë mësafe që vinë njën mirë. Edhe po e shumë vullnetin, edhe të qeverit, edhe të kretë e shumë vullnetin që duhet mi bu mas mire që të mujna. Edhe kemi bo, duhet mi bo, zguzora me thonë jo. Na kemi shku në Algjeria atje, edhe në Algjeria i ka bo lorat, ka pas probleme shumë, ata kanë qenë me bones, po beso që kur ishëm sala, halaj era cementve, halaj pa pastru cementi edhe plohni i punve, ishë në për koridore, s'ka mund me mëri. Pse me bo në ata? Pse me bo ato gabim? Hajde t'i bojnë ma herat. Edhe përveç sajna na vy një, na thash, lojrat mesatare
është përfitimi shumë të mëdha, është një trashëgimi maspare sportive, tani edhe njerëzore. Ajo njerëzore është më e rëndësishme se kjo sportive, se kur ki njerëz tani i bëna prap, a kur s'ki njerëz në organizime, na nuk mundna me organizime tjera. Me lojra mesdhetare u qeni dere e madhe për gjitha federata sportive. Ndoshta e ke vret, na jemi tash kuën e fundit, federatat pi marrin shumë lehtë organizimet. Dash basketbol, dash handball, dash futboll. Çka duhet se sporti është bota shumë e vogël për sport. Herën sot e këshyrin telefon edhe e din krejt çka po bëhet Kosovë. Momentin kur e shohin që Kosova është një koqeri lojra mesdhetare, thonë ta diçka po dikan, ta diçka pas kanë bë. Si nuk është lehtë me marr. Jo s'është. Edhe ata e din. Sidomos kur s'ki deti ofër. Ka qenë emision Kroaci edhe ekspertat më të mëdhenj sportin Kroaci, edhe tavolinë e kështu treze e rrumbullakt bisedojshin çysh Kosova e mulore. Jo që gjerëzojnë se kanë limu shumë. Shumë na kanë limu Kroacia. Po çysh të mundshme me marr lojrat mesdhetare Kosova. 6 herë ata janë mundu me marr, 6 herë kanë dështu. Edhe kanë shpenzuar parë shumë. Kanë shpenzuar parë shumë. Edhe një ekspert aty, kroat, cilën e njohëm na, se ligjëron në Kosovë, e na një neve shumë mirë, edhe din kapacitetin tonë, edhe timin, edhe sekretarit Besemalitit, edhe të bordit Komitetit Olimpik të Kosovës, e din se ka lejt me krejt neve, tha, është këtë problemi është të njerëz të kanë bërë këtë punë, jo parja. Edhe pa njerëz nuk kryet këtë punë. Edhe pa vullnet, normal. Sakt. Kina pas vullnet shumë të madhë, kina pas motiv tepër të madhë, kina ka në gjendje bënajt, mos më të rajt, jemi shku në për asambleja të lojra mesdhetare, unë Besim Aliti, në kryetari Binajm Kelmendi, ka bo shumë herë vaki që kemi najt dejnë më nxez, të najt të diskutu me ta. Sa ta kanë qef me pi, me najt në restoran, na rreshëm me ta, hajshëm me zërë, nështë ta rreshëm, peshëm, veç mi kryu shoshni edhe mi kryu lidhje. Dej jem bind që na jemi qështu. Edhe kjo na hanimu, se për ndysh t'i shka, rrejnë hotel, mos lëba, mos falë me ata, mos falë me ta, hajtë kjo kështu, jo, harroj. Por që t'vjen vetë? Jo, t'i loret e prej kejt të antarve, 55 vota këna pas. Veç 8 kanë kundër. Kjo është masive. Të 3 kanë servis. 7 këtiri. 3 servis kanë, 2 kanë të Bosnës, Bosna një ka dhanë, do thotë se ata bosnjakët i kanë 3 vota, kanë një serb, një kroat, një komunitetet. Një serb, kroat edhe bosnjak. Po. Normal bosnjak ka votu për neve. Po ne kemi ditë se me marrëveshje ka qenë edhe një shtet tjetër që ka lyp, ka thonë, duhet se kam presion të madh. Edhe tjerët asnjë s'na ka rrajt, themi kështu. Këtë ka marrë fjalën. Edhe pse unë kum pas frikë deri në momentin e fundit. Kur s'më ka ek frika, se ka qenë një sfidë shumë e madhe. Po jo, jam shumë i kënaqur që krejt që më ka thonë, krejt më kanë dhënë fjalë. Asnjë s'na ka dështu. Edhe për fund, pas jemi këtë fund, te Taranto, judo nuk do shpron kurr. Këto e kemi mësu, po a dihet numri saktë i garuzëve që do të marrin pjesë edhe... Po, 160 diçka afër 170 garuz. Për pos judos, prej kujt keni shpresa pak më shumë që mundin me... Në sport të luftarake jemi të mirë, karate, judo, taekwondo, boks, jemi shumë mirë, po shancat janë edhe një ekipore, handball. A ke edhe futbolli në sesion nga edhe futbolli është, po. Futbolli vajzat me shkujt. Për atë pari kemi ekipet e futbollit edhe të mashkujt e femrat, edhe të voleybollit, edhe të handballit. Shumë mirë. Krejti kemi qu, sepse na jemi një koqerë tash lojra mesdhetare. Nuk gëzojna me dalë në atje me 30 garuz që ka qenë në Algjeri. Një koqerë e mirë edhe për vetë sportist. Po, edhe në tarë më do që me shku. Di që është një koste e madhe, mirë po ja vlen me investu se prezentohet Kosova mirë. Keni me pa ju, keni me pas shansën me pa në televizion në hapi soleme, sa bukur kur dalin ekipa e Kosovë me flamur, në Itali, edhe krejt vajza e djem, mas atje, është kolon si ushtri. Fantastik. Se tani hinë aty edhe trenerat edhe krejt në sfilat, shkojnë rreth 200 vet kanë me defilu në stadionin e Italisë. Kjo është super, atë kjo unë komunik shumë mirë atje kur jam. Dhe e shoh që është një ekip e madhe. Na mbetet më uru shumë sukses atje, edhe uroj që shtohet dinamika e punëve të lojrat mesdhetare dhe arrim me kohë me mri, me përfundu këtë garë madhore. Patjetër, kjo është interes kombëtar edhe do të më kuptu secili se kjo është mbi politikën, mbi gjithçka, edhe
kur jemi në OCMG, aty flasen vetëm për sport. Aty s'ka politik. Kështu që besoj që jemi një unitet, edhe duhet me pas unitet, me pas një energji pozitive, me lanë si energji pozitive, edhe të qojmë të lëra në mënyrë më të mirë të mëshme, edhe qëllimi jam është që t'jemi shembull, t'i bëjmë më mirë se krejt. Edhe pse po e tham këto, t'i bëjmë më mirë se krejt, se mundemi bëjmë më mirë se krejt. Unë e di që mundemi. Se mas me di që mundemi, unë nuk isha thënë këtë fjalë, po mundemi me qu më mirë se krejt shtetet deri tash, edhe t'jemi shembull, edhe të marrë notën 10. E kështu vetëm bashkum. Faleminderit shumë president. Faleminderit shumë për ftesën. Shkojmë me pak muzikë dhe kthehemi me lajmet e fundit vendore.